Me të vërtet dhe pa pikë dyshimi, ata të cilët i akuzojnë el muhsanat, el gafilat, el mu'minat, ata të cilët i akuzojnë gratë, femrat gratë, e martuara, po të pa martuara, e ka cekë të martuara, se ka qëllim Aisha njëherë, se Aisha e martuar. El gafilat, pa pas far haberi, pa pas far njohurie, pa pas as një qasje rrëth kësaj temës. El mu'minat, besimtare, gratë besimtare të devotshme. Ka thonë gratë, por gjithse si futen edhe burrat, ata të cilët i akuzojnë burrat apo i akuzojnë gratë, ata të cilët i akuzojnë këto fjala, i akuzojnë moral. I akuzojnë moral. Ata të cilët e akuzojnë gratë besimtare të muslimanëve të devotshme në moral, apo burrat besimtar musliman i akuzojnë në moral. Lu'inu fi dunya wal akhirah, ata janë të mallkuar në dunja dhe në ahiret. Ata janë të mallkuar. Mallkim, dhe me thonë për këtë dunja, fasik, i prishur, e ka dispozitën e fasikut gjënaqare të madh. Lanet këtë dunja me bo Zoti, dhe me thanë me zbrit hidhrimi Zotit mbi atë person. Lanet, mallkim. Pastaj, ai cili bën gjunahet më dha dhe futet në këtë dispozit, ati nuk i pranohet edhe dëshmia që kemi cekur në fillim të surës An-Nur. Ata të cilët, kësaj kapitine, ata të cilët i akuzojnë femrat muslimane pas dëshmitar, pa mujt me vërtetuat akuz para kadis, atyre nuk u pranohet më dëshmia. Kadia nuk u pranon dëshminë atyre. Janë njerëz të ullt, e kanë ullë vetë vetën e tyre me akuz, kjo në dënja. Dhe në ahiret, ndërsa në botën tjetër mallkim i veçantë, apo pjesë tjetër mallkimit, e që është dënim i dhimbshëm, apo dënim i madh, që shpathat Allahu te bareke wa ta'ala në fund të ajetit. Shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve kuranore, se që ka thonë Abdullah ibn Abbasi, Said ibn Jubeiri, dhe të tjerë, e që transmetën Imam Taberiu, është se Aisha radiallahu anha thot: o akuzova për çka o akuzova, ka fjallën, dihet për çka akuzova. Unë nuk kisha haber, krej dunjaja e dishin akuzën tem, unë nuk e disha. Edhe e cekëm javën e kaluar. Derisa edhe në morra vesh. Më pas, për derisa një dit isha në shtëpi, në klapa të baba jem, sa e lypi leje me shkuve të baba e vetë, mas një muj dite, erdhi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe për derisa pejgamberi ishte pështetur, erdhi shpallja, Aisha pa thot erdhi shpallja, dhe ne po presim. Kur o kthjell pejgamberi aleyhi salatu wassalam, tha myshde oj Aisha, të ka pastruar Allahu. Aisha tha i thash, elhamdulillah prej Allahut e jo prej teje. Po prej Allahut, sepse ti të sa i besove atyne dhe kemi fol javën e kaluar, mos ta përsërisim. Për ata pejgamberi konsultoj Usamen që ka me bo me Aishën, konsultoj Aliun që ka me bo me Aishën, konsultoj shërptoren e Aishëse, konsultoj njerëzit, a ka kush që më të fillon, më orienton, me për ndo një khaber, ndo një lajm, a thu ka të vërtet diçka që ka po flitet për familjen time, apo nuk ka. E Aisha thët jo, veç Allahun e falenderoj, ty jo. E pastaj, thët pejgamberi i lexoj këto ajete kuranore, inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, më të vërtet ata të cilët i akuzojnë femrat e pakujdesshme, të pa informuara, pa far ideje, pa pasur kryq far ideje që ka bëhet, janë besimtarët sinqerta,
deri tek ajeti kuranor i 26 ulaike mubarraun mimma yaqulun, me të vërtet ata janë të pastër, të distancuar, të pafajshëm ata Aisha dhe Safvani nga ajo që është thënë për ta. Pra shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve kuranore është Aisha. Allahu i madhruar po don me veçuar familjen e pejgamberit, këtë rast Aisha, dhe me zbrit ajete kuranore për te, dhe po don me ngrit lart Aisha, atë grua të madhe, e cila kishte thonë më herët, kur mu përjet së më ka shku mendja se Allahu për mu ka me zbrit ajete kuranore, po kam qene bindur apo kam menduar se Allahu ka për t'ja qunë andër pejgamberit të ti, për t'ja të fillu këtë mesele, se është akuz thjesht dhe njëm e pastërt, por nuk më ka shku mendja se Allahu ka për të zbritur ajete kuranore. Ibn Kathiri, Allahu pas më shiruar, si komentator i ajeteve kuranore, për më të famshmeve thët, anë pse ka zbritur për Aishën radiallahu anha, këtu kanë zbritur këto ajete kuranore, asnjëherë nuk i dedikohen, nuk mbetin vetëm për Aishën, por përfshin krejt gratë e pejgamberit dhe përfshin krejt gratë muslimane dhe burrat musliman të devotshëm deri në kiamet. Krejt, çdo musliman i cili akuzohet, apo çdo musliman i cili akuzohet duke mos pasur ide që ka bëhet, pra nuk është e njollosur, por e njollosin të tjerë, pa fajin e saj, klapa, pa fajin e tina, futën nën këto ajete kuranore, ata janë të mallkuar në këtë dynja prej Allahut Azza wa Jalla, janë të mallkuar prej melaqeve të Allahut dhe janë të mallkuar edhe prej muslimanëve, dhe si të tillë nuk ka me lanë Zoti rahat në këtë dynja, e kur dalin para Allahut të madhruar kanë dënim të rand. Allahu na rujt. Kërcënimi ka qirandi i Allahut me të vërtet ata të cilët i akuzojnë femrat besimtare në moral duke qenë pa kujdesshme. Pa kujdesshme ka për qëllim s'ka ide, që e më kuptu se Aisha nuk ishte far ideje, përderisa njeriu nuk ka far ideje, çka ka flitet jashtë, për mu dhe për ty këtu, dhe me thonë na jënë të pafajshëm. Sepse nuk quhet i pafajshëm, nuk quhet i pa informuar ai cili është involvuar apo e din çfarë po bëhet. Por Allahu po dëshmon se Aisha nuk e ka ditë çka ka bëhet. Dhe vetë ne cekëm hadithin e vetë Aishës javën e kaluar, dersën e kaluar, se Aisha tha krejt dynjaja falshin për mua, nuk disha çka ka bëhet sen. Edhe pak përpara cekëm hadithin e saj që transmeton Imam Taberiu, Allah e pas mëshiruar, për shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve kuranore. Pra fjalë Allahut Azza wa Jall, ata të cilët i akuzojnë femrat besimtare të pa informuara në moral, kanë mallkim dynja dhe në ahiret kanë dënim tran, jep me kuptuar se akuza në moral është prej gjunaheve më të mëdha në këtë dynja. Dhe këtë dohet ta kuptoj çdo musliman dhe muslimane. Akuza në moral, shpifja ndaj njerëzve të sinqert, muslimanëve dhe muslimaneve, është prej mëkateve më të mëdha në dinin e Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye, për të vërtetuar këtë mëkat kaq të madh apo këtë peshë të madhe të këtij gjunahit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi prej Abu Hurairës, ijtanibu sab'al mubiqat, as-sab'al mubiqat, largojuni, shmangjuni, ikni prej 7 mëkateve. Dhe ulemaja kanë quajtur atë hadithi 7 mëkateve shkatërruese, të cilat ta shkatërrojnë dynjan para se me ta shkatërrua ahiretin. E ato janë, kur i kanë thonë qile wa ma hunna ya Rasulullah, cilat janë ato ya Rasulullah, ka thonë alayhi salatu wassalam, الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك والسحر مجية وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ظفرا سيا اتشلم بحق
me vra njeriun, wa aklu malil jetim, edhe me hangër pasurinë e jetimit, wa aklu riba, edhe me hangër kamatën, wa tawalli yawm az-zahf, dhe me ik pe frontit, me lan shok në luftë, me ik me akthi shpinën, dhe fundit, wa qadhfu al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, që është tamam identik që është në ajet koranor, dhe akuza apo shpifja ndaj femrave besimtare, gafilat pa informuara, s'kan ideja, të nuk janë të involvuara, nuk kanë qasje, jenë të pasat al moral, akuza ndaj tyre është një prej 7 mëkateve shkatërruese që ka thënë pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam.